Nesër fillon rinumërimi i votave të qarkut Tiranës. Shumë nga mbështetësit dhe votuesit e Partisë Mundësia na kanë shkruar të shqetësuar, mos ta marrin mandatin e dytë Partisë Mundësia. Nuk ka asnjë shans që të na marrin apo rëmbejnë mandatin e dytë të Partisë Mundësia. Dhe tani do u them pse. Sepse ne ndërkohë kemi verifikuar një pjesë të mirë të qendrave të votimit nëpërmjet filmimeve. Ja ku e shikoni se si është formati i filmimit që është bërë të numërimit, dhe thjesht duke kontrolluar votat që janë në video, ne mund të verifikojmë nëse korrespondojnë apo jo me numrat që janë vendosur në proces verbale. Në këtë qendër numërimi 1966/02 korrespondojnë 100%, në pjesën më të madhe po ashtu korrespondojnë, në ndonjë prej tyre ka patur ndonjë diferencë të vogël, 1 apo 2 vota, me pak fjalë nuk ka asnjë shans që nëpërmjet rinumërimit të dalë një rezultat ndryshe nga ai që